Kuptimi i mbjelljes së rreve. Rret janë të mbushura me pika të vogla uji, por ndonjëherë ato nuk shndërrohen vetë në pika shiu. Ne I ndihmojmë duke përdorur një truk që quhet mbjellja e rreve. Si bëhet kjo, profesor Valmiri? Pyeti Aroni. Dërgojmë avion ose raketa në rret dhe shpërndajmë një pluhur special si joduri I argjend ose krip. Këto grimca ndihmojnë pikat e ujit të ngjiten së bashku dhe të bëhen të rënda, pastaj bien si shi. Wow! Sikur t'u japim rreve një arsye për të bërë shi, saktësisht Aron. Është sikur të ndihmosh rret të përfundojnë punën e tyre kur ndihen dembele.